E tashmë jemi me rubrikën Jap raport, japa në qyteti, do të shkojmë në Sarandë në këto moment, atje ku ndodhet korrespondenti ynë Thoma Nika këtë mëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje Thoma. Mirëmëngjes, ju përshëndes. Një përshëndetje edhe nga kryeqyteti, por sigurisht dhe ju në Sarandë duhet të keni një ditë të bukur dhe si ka nisur për ju e mëtej tek zhvillimet raportimi që është përgatitur sot për na. Ditët nuk diskutohet që janë të gjitha të bukura, e gjithë kjo javë që po prej fundin e vet ka qenë për Sarandën ajo e temperaturave të larta, por disi më të zbutura se ato të një jave më parë. Ndërkohë që uji i detit ka qenë si uji dushi nga ku nuk të bëhet të dalësh. Prandaj dhe shikon frekuentues të plazheve me orë të zgjatura deri në orët e mbrëmjes. Duke hyrë edhe në një muaj të ri si korriku i vapës tipike, Saranda dhe Ksamili ka nisur të presin pushtuesit e parë me kohë të plotë, të themi, e kjo është e dukshme në rritjen e rezervimeve në hotele, ashtu edhe në stacionet e linjave të gjata nga shihet të zbresin udhëtar në grupe me bagazhe pushtuesish. E po kështu edhe në larmimin e targave të Kosovës, të Maqedonisë Veriut, apo të shteteve të perëndimore që sigurisht janë më të rralla. Ndërkaq që anije turistike kanë nisur të realizojnë vujta dhe grupeve drejt Krorzës, Kakomes e të tjera, apo destinacioneve që ngjallin kuriozitet dhe japin kënaqësi për plazhet në ujë të pastër dhe me natyrë të paprekur nga ndërtimet. Dy janë lajme të rëndësishme të kësaj jave me impakt të drejtë për drejtë në turizëm. Së pari kanë rinisur lundrimet vetare në linjën Sarandë-Korfuz, ashtu siç ishte paralajmëruar, e tje pas dite ka qenë udhtimi 80 udhëtarëve të parë drejt Korfuzit. E kështu një korriku ka qenë dita e parë hapjes së kësaj porte të rëndësishme detare për Sarandën. Pritet që nga dita në ditë të lehtësohen edhe masa televizjes drejt Korfuzit apo drejt Sarandës, që përkthehet kjo me më shumë fluks dhe prurje turistike. Ndryshime në të mirë të hapjes me fqinjin ton, Greqin, janë zyrtarizuar se do të ndodhin në ditët që vinë dhe me portën tjetër toksore të hyrje daljes nga Greqia. E kam fjalën për pikën kufitare të qia botës, për funksionimin e së cilës vijnë lajme të mira nga Greqia. Një prej deputetëve të rajonit të Thesprotis ka bërë publik vendimin e qeverisë greke sipas të cilit qia bota, si asnjëherë më parë, qoftë edhe përpara pandemisë, është deklaruar se do të nisë të funksionojë non-stop 24 orë në 24. E kjo pritet të sjellë mjaft lehtësira dhe mundësira si në shkëmbime turistike ashtu dhe në fushën e marrëdhënieve të bizneseve në të dy anët e kufirit të paralizuara prej gati një viti e gjysmë. Ndërkaq që java e fundit e muajit qershor dhe këto ditë të para të korrikut kanë qenë me pranitë të shtuar të jahteve dhe velerave në hapësirën detare të Gjirit Sarandës, njëri më luksos se tjetri që në mjaft raste janë emra të mëdhenj dhe emra të pronarëve të famshëm në botë. Do të rendisja ndërngjarjet në planin e promocionit që i bëhet Sarandës, publikimin në rrjetet sociale të videos së përgatitur dhe të shpërndar nga delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, për nga kualiteti teknologjik i realizimit të kësaj videoje dhe për nga momentet e spikatura të përzgjedhura nga eventi i çeljes së sezonit Ver 2021 tek ne, çdo ndjekës i videos në faqen e Bashkimit Evropian në Shqipëri kupton shumë për atë që është Saranda e kësaj vere, edhe kjo edhe nga impresionet e marra gjatë ndalesave të quajtura të mahnitshme, të shprehura këto nga ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Solega, si dhe nga ambasadori e Francës, e Suedisë apo nga i Spanjës, të cilët konfirmuan në mënyrë bimëse se me gjithçka që ofron Saranda është Evropë. Këtë mesazh përcjell kjo video shumë e vizituar dhe klikuar këtë javë, edhe për arsyeën se tregon qartësisht se si projektet e financuara nga Bashkimi Evropian po ndihmojnë vizitorët të zbulojnë se cila është oferta 2021 e Sarandës. Fundjava ka sjellë në shëtitoren e re të Sarandës edhe ambasadoren Jurikin, e cila ka qenë e kujdesshme për të mos u shfaqur si diplomate, por si një frekuentuese e Sarandës për të pushuar disa ditë. Ajo mezi që është identifikuar teksa shëtiti midis qytetarëve dhe pushuesve në shëtitore me kapele verore dhe e pashoqëruar nga ndonjë autoritet shtetëror qoftë lokal, por thjesht e gjendur në shoqërinë e miqve të saj të zakonshëm. Vizitori jo i zakonshëm gjithashtu në Bregdetin e Jugut gjatë kësaj jave ka qenë edhe presidenti Ilir Meta, pranin në këtë hapësirë me destinacion pushimen në këtë zonë. Presidenti Meta e ka bërë publike nëpërmes postimit të fotove të veta nga vizita në Piqeras, në fshatin e herojit të popullit Vasil Laçi. Nga Piqeras i largohesh vetëm me një dëshirë për të rikthyer sa më parë, ka qenë teksti shoqërus i fotove të Ilir Metës nga Piqerasi. Problematikat e sezonit kanë qenë në fokus edhe të mbledhjes së Këshillit Bashkiak të mbajtur në ditën e fundit të muajit qershor. Mënyra se si po menaxhohen plazhet, parkimet dhe pastrimi i Sarandës e Ksamilit për këtu edhe se si është programuar shoqërimi i pushimeve verore me produkte artistike e kulturore ishin objekt diskutimi mes këshilltarëve. Në një vështrim të përgjithshëm ata ishin vlerësues të punës së bërë deri tani në këto drejtime, por ndërkohë shfaqen mendime sugjerime për të fuqizuar masat dhe shtuar vëmendjen nga strukturat përkatëse pasi sezoni ka nisur, sapo ka nisur dhe sfidat sigurisht që janë përpara.
Në terren kjo javë ka sjellë një filtrim të shërbimeve që ofrohen në hapësirat e plazheve jo publike në Sarandë dhe në Ksamil. Këtë kanë bërë strukturat e specializuara të mbështetura edhe nga shërbimet policore. Kjo ka shërbyer për të sqaruar disa mbivendosje të sipërfaqeve të plazheve që administrohen nga subjekte private dhe për të parandaluar përplasjen mes tyre, sidomos në Ksamil për shkak të shezlongëve dhe çadrave. Në Fushën e Artit dhe Kulturës, kjo javë ka patur risit e veta. Një grup të rinj të huaj kanë tregur jo pak vështrime me konceptin e tyre spontan të improvizuar në një prej platformave të shëtitores së re të thyer në skenë kërcimi të ritmeve latine, një stil me origjinë nga Republika Dominikane. Koncert spontan pra me ritme latine në shëtitoren tonë. Ndërsa eventi tjetër ka qenë i vendosur në Ksamil, atje ku çifti i muzikantëve të njohur Dizdari sollën në një format ndryshe edicionin e ri të konkursit muzikor të njohur si Këngët e Tokës. Në këtë edicion skena e teatrit Afinat ishte për fëmijë që konkuruan në disiplina të ndryshme të artit, si në poezi, në këngë dhe interpretim në instrumenta muzikor. Eventi Këngët e Tokës u zhvillua për gjatë 3 netëve të kësaj jave dhe në të debutuan fëmijë nga gjithë Shqipëria, të cilët e rigjetën veten dhe portën e qendrës DEA në Ksamil gjithashtu pas asaj pauze të diktuar nga situata e pandemisë. Dhe e mbyt raportin e sotëm me lajmin e suksesit të arritur nga shahistët e vegjël shqiptar që morën pjesë në Kupën Europiane të Shaut për kategoritë U15 dhe U9 në Petrovac të Malit të Zi. Mes tyre ishte shahistja e talentuar sarandiote Eklea Omeri, fituese e vendit të parë për femra G13 në garën standard. Pra, në një kuptim Kupa e Europianit të Shaut, fal Ekleas ka mbritur në Sarandë. Po. Lajm vërtet i gëzueshëm dhe i bukur nga gjithçka që rinis dhe rifillon. Ju përshëndesim, ju falenderojmë dhe urojmë që të kemi sërish lajme dhe zhvillime sa më të mira nga ju. Ju përshëndesim, urojmë ditë të mbarë. Faleminderit. Duke përmbyllur kështu dhe këtë komunikim të drejtpërdrejtë me korrespondentin Thomanika nga qyteti i Sarandës, ku mësuam rreth zhvillimeve më të fundit. Një përshëndetje edhe për miqtë që na ndjekin nga Saranda. Pa diskutimi, përshëndesim edhe ata. E pas